Sa ka ndryshuar qasja e të rinjve për këto 10 vite kur ekziston Rajko në rajonin e Ballkanit Perëndimor drejt proceseve të integrimit, si të vetë vendeve të cilat janë anëtare, por edhe e institucioneve në veçanti të këtyre vendeve. Të rinjt duke bashkëpunuar përtej kufijve, përtej atyre barierave etnike, religjioze etj. Ata thjesht japin mesazhe të drejt për drejta të liderëve dhe i tregojnë atyre se janë të gatshëm të bashkëpunojnë në atë nivel dhe se liderët nuk duhet të kenë frikë nga ky bashkëpunim. Ne jemi të bindur se të rinjt janë duke i motivuar liderët të nënshkruajnë marrëveshjet, të cilët të dalin po ashtu jo vetëm nga procesi i Berlinit, po edhe në procese tjera që kanë të bëjnë me integrimin e Ballkanit Perëndimor. Të rinjt janë një shtys kryesore për dialog politik më të mirëfilt, dialog politik i cili është i liruar ose e ka anashkaluar frikën nga tjetri. Po nga ana tjetër, vetë liderët e Ballkanit Perëndimor, duke qenë prezent dhe duke treguar interes, jo vetëm në themelimin e Rajkos, po edhe në përkrahjen e Rajkos, ata tregojnë gatishmëri për bashkëpunim. Ky bashkëpunim ndodh në nivel shumë më të lartë dhe shumë më kompleks